Tjetra gjë për cilën roli i policisë dhe mos i policisë kufitare me flotat që ju keni është i domosdoshëm. Bregdeti i Durrësit, aty janë tapat janë të vendosura për të parë deri ku shkon kufiri i lejuar për të notuar. Problemet kanë ardhur nga viti në vit vërtet duke u zvogluar lidhur me këtë gjë. Por Bregdeti Adriatik pak a shumë gënjen sepse duke qenë se është i cekët, shkojnë shumë më thellë se sa ç'munden pushues të cilët nuk din not dhe në një moment të caktuar ju ndodh një fatkeqësi. Prandaj gjithë vëzhgimi me mjetet e policisë kufitare është i domosdoshëm dhe është e vetmja mënyrë për të shpëtuar jetë edhe kur ndodhin jo thjesht përmbytje, nuk na ka ndodhur përmbytje, po që mund të ndodhi një arrest kardiak ose gjëra të kësaj natyre. Dhe sidomos kontrollin e mjeteve të paligjshme të turizmit detar, që janë skafet, janë ato jet skit, të cilat praktikisht do duhet të jenë në kontrollin tuaj të përhershëm për të parandaluar. Çdo mjet i paligjshëm mund të bëhet nesër shkaktar për një fatalitet të cilët duhet ta parandalojmë.